Ish banorja e BBVI për Kosova 1, Vivien Thano, ndezi debat dhe kuriozitet në rrjet me një postim intriguese në Threads. Ajo shkroi: "Provova teorinë e zogut me dik mbrëm dhe ai e kaloi testin." Ky postim sugjeron se Vivien mund të jetë në fillimet e një romance të re. Por çfarë është teoria e zogut? Në bazë të koncepteve të psikologut John Gottman, kjo teori lidhet me mënyrën se si partneri i përgjigjet ofertave, përpjekjeve të vogla për vëmendje, për kujdesje dhe lidhje emocionale. Kur Vivien thotë se partneri e kaloi testin, ajo po tregonte se personi i ri ka treguar vëmendje të veçantë, prani emocionale dhe dëshirë të lidhet me të në mënyrë të qëndrueshme. Ky është një hap delikat dhe shumë i rëndësishëm në njohjen e dikujt, sepse tregon kujdes, respekt dhe sinqeritet. Mbetet për t'u parë se çfarë do të ndodhë më tej. A do të zbuloj Vivien identitetin e partnerit misterios apo do të vazhdoj të lërë fansat të spekulojnë? Çfarë mendoni për këtë fillim të mundshëm të një lidhjeje të re? A është e drejtë të përdorësh një provë kaq delikate për të kuptuar partnerin? A do të doni të dini kush është ky person misterios?